E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelalu për çdo begatim e cilën na ka pajisur. Përshëndetje tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi si pishtar ndryshues për të nxjerrur njerëzit nga humnera dhe errësira në dritën e vërtetë, në dinën e vetëm të pranuar tek Allahu Azza wa Jall, dinën Islam. Të nderuar vëllezër besimtar, marrja e shembujve nga dini Islam në një kohë dhe në një periudhë kur ka humbur besimi tek njerëzit është shërim për zemrën, mësim dhe rizgjim nga gafleti dhe shkujdesja. Në këtë kohë cilën ne po jetojmë, kur ka humbur besa e babait ndaj evladit të tij, e evladit ndaj babait të tij, kur ka humbur besimi komshiu ndaj komshiut të tij, kur ka humbur besimi shoku prej shokut të tij, kur ka humbur besimi xhamati prej hoxhës së tij dhe hoxha prej xhamatit të tij, është mirë që të rikthehemi paksa në shembuj të mëhershëm të cilët na zgjojnë nga gjumi dhe na rikujtojnë se njeriu duhet të jetë besnik ndaj atij që e don. Se njeriu nuk duhet bëj kompromise në jetën e kësaj bote për një gjë të lehtë të kësaj bote për t'ia kthyr shpinën atij që me fjalë thot, unë ty të besoj dhe unë ty të kam në zemër dhe në shpirt. Për këtë arsye, e kanë nxjerrë Ebu Daudi në Sunenin e tij, Imam Nesaiu në Sunenin e tij, Imam Ahmedi në Musnedin e tij, nga Umara ibn Khuzaima, ai nga xhaxhai i tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh ishte takuar me një beduin dhe e kishte bler një kal prej tij. Dhe i thot pejgamberi alayhis salam, eja pas meje, sepse unë pastaj do t'i jap parat për kalin që ta kam bler. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecste me shpejtësi, kurse beduini ecste ngadalë. Derisa Muhamedi alayhis salam shkoi në një distancë të largët, e beduini mbeti mrapa. Dhe kur mbeti mrapa, u takua me disa beduin të tjerë. Njerëz të cilët jetojnë në përshkretina. Fjala beduin është nomad, njeri që ka jetuar në përshkretira dhe ka qenë zakonisht bari i deleve e kështu me radhë. Njerëz pra të cilët nuk kanë jetuar në qytete. Dhe aty takohet me ta dhe fillojnë që të bëjnë pazar për kalin e tij. Dhe këta beduin i japin çmimin më të lartë se sa çmimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur shkon beduini tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i thot kështu: a dëshiron me blej kalin apo une po e shes atë? Me të dëgjuar këtë pejgamber alayhis salam i thot: po a nuk ta kam blej kalin? A nuk jemi pajtu për çmimin e kalit ne? I thot beduini, jo vallahin, nuk jemi pajtuar edhe unë s'ta kam shit kalin. Atëherë të nderuar vëllezër, vinë njerëzit afrohen rreth pejgamberit alayhis salam dhe këtij beduini dhe diskutojnë për ta rregulluar çështjen. Dhe i thot beduini pejgamberit alayhis salam, a ki një dëshmitar me sjell edhe me dëshmu që unë takon shit këtë kal? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh një sahabi, një shok të tij që ishte prezant aty, Khuzaima ibn Thabit. Ky sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, afrohet afër dhe i thot: ja Rasulullah, unë du me dëshmu për ty. I tha: o Khuzaima, me çka dëshmon që unë ja kam blej kalin atij? Tha: dëshmoj ja Rasulullah, sepse unë e di fuqishëm që ti je pejgamberi i Allahut dhe ti nuk e thu për vetë të vërtetën.
Atëherë pejgamberi alayhis salam duke pa vërtetësinë e fuqishme që e kishte Huzejme, duke pa sinqeritetin e tij në raport me shoqërinë e pejgamberit alayhis salam, ja dha një privilegj që nuk e ka asnjë në umetin e Muhamedit alayhis salam dhe do të jetë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Tha pejgamberi alayhis salam, dëshmia e Huzejmes vlen sa dëshmia e dy burrave. Këtë privilegj ja ka dhënë vetëm këtij burri të madh Huzejme ibn Thabit. Dhe në një transmetim tjetër tha, men shahida lahu Huzejme fa hasbu. Per kanë dëshmon Huzejme se është ashtu apo nuk është ashtu, i mjafton njerëzve si dëshmi. Kjo ngjarje e shkurtë të ndëruar vëllezër, me këtë burr të madh, që në momente besnikërie dhe sinqeritetin ndaj shokut vet, ndaj pejgamberit alayhis salam, e vërtetoi besnikërinë e tij, kur erdhi puna pasi që vdes pejgamberi alayhis salam dhe erdhi tubimi i Kur'anit dhe shkrimi i Kur'anit dhe tubimi të gjitha atyre fletëve në levorët e lekurat e ndryshme që ishte shkruar Kur'ani, një ajet kuranor mbeti pa u shënuar. Dhe kryetari i komisionit që e shënonte Kur'anin ishte Zeid ibn Thabit. Dhe për ta shënuar një ajet kuranor duhej dy dëshmitar. Zeid ibn Thabit tha, po mungon një ajet i surës Ahzab e na vjen dëshmitar. A dini cili e kishte këtë ajet të shkruar dhe të mësuar? E kishte pikërisht Huzejme. Që pejgamberi sallallahu dëshminë e tij e bën sa dëshminë e dy burrave dhe Zeid ibn Thabit e pranoi këtë ajet tek Huzejme dhe e shkruajti në mushaf. Ky ajet ishte fjala e Allahut azza wa jalla në suratul Ahzab, esta'idhu billah bismillah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dhe prej burrave, besimtarve, ka burra, të cilët e realizuan besën ndaj Allahut azza wa jall. Disa prej tyre u larguan nga kjo botë me atë besë, e disa presin derisa ta realizojnë besën ndaj Zotit fuqiplot. Shikojmë të nderuar vëllezër, Huzejme ishte besnik, burri i fuqishëm, dhe e kishte në pronësi një ajet për ta dëshmuar që përsëri ky ajet flet për besnikërinë e burrave të mëdhenj. Jo rastisht ndërlidhet ky ajet me besnikërinë dhe karakterin e Huzejmes. Andaj, kjo ngjarje e shkurtër na mëson disa mësime. E para, dhe këto mësime i ka cekur Ibnul Qayyim në librin e tij I'lam al-Muwaqqi'in. Të ndruar vëllezër, mësimi i parë që nxjerrim nga kjo histori është lejohet blerja e klerikut fetar ose e udhëhecit fetar ose e hoxhës mall prej xhamatit dhe anasjelltas. Pra lejohet blerja ose shitja e hoxhës së bashku me xhamatin ose anasjelltas. Dhe kjo me argument prej pejgamberit alayhis salam që ai ja ka ble kalin pra një beduini i cili ka qenë musliman, ka qenë prej xhamatit e tij. Ndonse e ka mashtruar shejtani dhe ka dashur që të përfitojë diçka më shumë jetën e kësaj bote. Andaj pra dietarët islam e kanë nxjerrur si argument se lejohet blerja dhe shkëmbimi i mallrave mes xhamatit dhe hoxhës. Donse në kohën e sotit të nderuar vëllezër, nuk është duke ekzistuar shumë kjo shet blerja mes hoxhës dhe xhamatit, më shumë po ekziston ndoshta shkëmbimi i dhuratave, pra dhe kjo është njëra prej gjërave të mira që ndodh në mesin e xhamatit, ku xhamati, disa prej xhamateve din ta vlerësojnë hoxhën e tyre duke i blerë dhurata për punën cilën e bën, dhe për këtë fuqahat e islamit e kanë lejuar të gjithë pa ndonjë dallim prej mëdhëpit Hanefi, Maliki, Shafi dhe Hambeli që lejohet prej imamit të marrë dhurata nga ana e xhamatit, ndonse dietarët islam kanë thënë më e mirë për hoxhën është që
mos me marrë në qofë se dhurata është në këmbim të punës dhe davetit që e ban ai falës namazit dhe thirrjes në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Sepse rrezikohet njëti hoxhës dhe rrezikohet që pastaj Zoti mos më na shpërbly me këtë punë. Mirë, po në përgjithësi njeriu do ta përmirësojë jetën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar dhuratën dhe ka falendëruar për dhënien e dhuratës. Andaj pra, këtu dietarët kanë thënë që lejohet shitblerja hoxh, xhamat apo xhamat hoxh dhe nuk ka diçka të keqe në këtë punë. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej dobive që nxjerrët nga ky tregim është lejohet me ble mallin dhe pastaj pagesën e mallit me bë për një afat të mëdhenshëm. Lejohet me ble mallin dhe pagesën e mallit me lanë, siç i kanë thënë në zhargonin popullor, vade. Në popullin tonë, pra lejohet që pagesën e këtij malli që e ke marrë vetur, qoftë kafsh ose diçka tjetër, lejohet që me caktu në një vade, në një kohë të caktuar, e pastaj me ja dhon pra pronarit e atij malli, dhe lejohet gjithashtu edhe pagesa me u bë me rata, vetëm se kushti është që duhet me u caktu ratat sa dhe duhet me caktu periudha kohore kur duhet me përfundu ratat e asaj pagese. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej dobive që i kanë cekur dietarët islam në këtë ngjarje është lejohet blerja e asaj që nuk janë një origjinën prej nga ka ardhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pyetur beduinin prej nga e ke marrë ti kalin. Por kur e ka pa që është malli i tij, e ka blerë. Dhe nuk jemi të obliguar si musliman që ndonjë mall të caktuar të cilin e blejmë në treg të hulumtojmë për të se nga ka ardhur dhe nga e ka origjinën. Allahu nuk na ka obliguar me këtë. Por, në qoftë se e dim sigurt që ai mall është nga harami, apo ai mall është i vjedhur, atëherë nuk do ta blejmë atë. Për arsye se bindja jonë për atë mall është se shumica e përqindjes është se është i vjedhur. Andaj mallën e vjedhur nuk duhet ta fusim në shtëpia dhe konakon tonë. Andaj të nderuar vëllezër, më ka ndodhur në Prishtinë. Duke ecë tek stacioni i autobusave, vjen një person me iPhone 15. Dhe tha, a je interesuar me bleni iPhone 15? 400 euro i qetë shtash në dorë me herë dhe po ta vë iPhone. iPhone 15 400 euro problematike. Andaj nga mimikat e tij dhe nga lëvizja e trupit të tij vrehej se ai iPhone është i vjedhur. Për këtë arsye pra, njeriu mund të mashtrohet lehtë. Mirë po, kur e ka bindjen se ai mall është i vjedhur, nuk lejohet që ta marrë, sepse është ndihmëtar në dukurit negative siç është vjedhja. Andaj ndodh shpesh që shiten disa laptope, shiten disa telefona, pra me çmim tepër të ulët në treg, e që realisht në qoftë se hulumtohet pak dihet që ata janë të vjedhur. Andaj me këtë ne ndihmojmë krimin, me këtë ne ndihmojmë të keqen. Allah Azza wa Jall ka thënë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmoni në të mira, në mirësi dhe në devotshmëri. "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Dhe mos u ndihmoni në mëkatën, gjunahën, krime dhe në armiqsinë ndaj njëri tjetrit. Andaj muslimanët duhet ta zgjedh rrugën e hajrit dhe të mirës. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej dobive të kësaj ngjarje është se lejohet dëshmia e një personi në çështjet e shitblerjes. Siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi dëshminë e Huzaimës në çështjet e shitblerjeve. Por është një gabim që kanë ardhur edhe disa prej dietarëve islam dhe të njëjtën kohë dhe disa prej pjesëtarëve të dinit islam që kanë thënë lejohet në çdo gjë dëshmia e veç një personit në qoftë se është i sinqert dhe i sigurt. E që kjo në dinin islam nuk pranohet. Për arsye se në çdo dispozit Allahu Azza wa Jall ka caktuar rregulla. Andaj në qoftë se ka akuzë për moral, Allahu Azza wa Jall e ka caktuar se sa dëshmitar do të më qenë. Allahu ka thënë se do të më qenë 4 dëshmitar. Në qoftë se ka akuzë për moral ndaj besimtarëve, ndaj grave,
Allahu thot alladhina yarmuna almuhsanati almu'minat wa lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada. Kush i akuzon gratë muslimane të ndershme për imoralitet dhe nuk vjen me 4 dëshmitar, atëherë ata do t'i godis me 80 kamxhik dhe mos e pranon dëshminë e tyre asnjëherë. Pra dëshminë e kujt? Dëshminë e akuzuesit. Mos e pranoni asnjëherë. Gjithashtu, Allah Azza wa Jall ka caktuar që për martesë, kur dikush dëshiron të kurorëzohet, të jenë 2 dëshmitar. Wastashhidu shahidayn min rijalikum. Fa in lam yakuna rajulun fa rajul, fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan. Le dëshmoj në çështjet e martesës 2 burra prej juve të sigurt dhe të drejtë. E në qoftë se janë 2, një burr e 2 gra. Një burr e 2 gra. Andaj këtu janë rregullat të përgjithshme që i ka caktuar Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, kurse për shitblerjen në këtë aspekt siç e kemi thënë kur tregimin, është pranuar vetëm dëshmia e Huzaimës. Pejgamberi alayhis salam të nderuar vëllezër e ka veçuar këtë burr dhe dietarët islam thonë që ky veçim është vetëm për Huzaimën, sepse në umet nuk pranohet dëshmia e njërit sa dëshmia e 2 burrave. Nuk ka në umet i dyti që i pranohet dëshmia e tij sa dëshmia e 2 burrave. Kjo është enkas vetëm për Huzaimën. Dhe thonë dietarët islam se Huzaimja e ka marrë këtë primat, këtë privilegj se i pari ka reagu në besnikrin ndaj pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo nuk nënkupton që nuk ishin dëshmu për Muhamedit alayhis salam dhe shokët e vet, por i pari që ka vrapu për me dëshmu ka qenë Huzaimja. Hasha lillah, mos e baf Zoti me besu na që sahabët e tjerë janë tut me dëshmu për Muhamedit alayhis salam. Ata i kanë besu dhe kanë ditë fuqishëm që pejgamberi alayhis salam kur flet vërtetën, por i pari që ka marrë bajrakun këtë aspekt është Huzaima ibn Thabit. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej dobive të fundit që përfitojmë nga kjo ngjarje është se nuk lejohet ndërhyrja në shitblerjen e tjetrit. Sikur se këtu që ky beduin deshe që pasi ishte dakorduar me pejgamberin alayhis salam, deshe që ta bënte një shitblerje të re. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wala yabi' ba'dukum ila bay'i akhihi." Tha dhe mos ndërhyn dikush në shitblerjen e vllaut vet. Në një hadith tjetër ka thënë: "Dhe mos ndërhyn dikush në fejesën e vllaut vet." Pse? Sepse kjo shkakton urrëtie dhe shkakton armiqësi dhe Allah na ruaj në një periudhë prej periudhave ka ardhur edhe deri tek vrasja e tjetrit për shkak të këtyre ndërhyrjeve. Andaj për këtë arsye pejgamberi sa ka caktuar 3 ditë. Në qoftë se kemi diçka me i shit dikujt ose me blej 3 ditë me mendu mirë, me shiku mallën, pastaj me kthy përgjigjen. Për gjatë kësaj periudhe, nëse i thu dikujt, po ta shes kerrën 5.000 euro, merret 3 ditë i kia fat, me shiku edhe me këshyr, edhe në fund me ma dha përgjigjen, nuk lejohet me ardh dikush edhe me thonë, në qoftë se e din këtë shitblerje, me thonë unë po ta blej kerrën 10.000 euro veç ama mu kerrën. Nuk lejohet sepse është ndërhyrje në shitblerjen e vllaut tan. Andaj pasi që të përfundon këto 3 ditë dhe e jep përgjigjen zyrtare, pastaj në qoftë se nuk e merr kerrën, lejohet dikush tjetër me ardh dhe me bë atë lloj shitblerje. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, jo rastisht pejgamberi alayhis salam ka thënë vendet më të mira të Zotit janë xhamit, sepse në to përkujtohet Allahu. Dhe vendet më të këqija të Zotit janë tregjet, sepse në to gënjehet, sepse në to bëhet bej në emrin e Allahut rrajshëm, sepse në to ndodhen mashtrime në mesin e muslimanëve. Andaj pejgamberi alayhis salam në hadith vërtet që Sheikh Albani ka nxjerrë në librin e tij Silsila Sahiha, thotë një melek e merr flamurin dhe të shkon në xhami, e pret personin e parë që vjen në xhami. Dhe rrin me ta derisa të dalë dhe të largohet tek shtëpia e tij. Një shejtan e merr flamurin dhe bajrakun dhe shkon në treg i parë dhe e pret personin e parë që futet në treg dhe e shikon se çfarë po vepron, andaj e përcjell ato derisa të kthehet te shtëpia e tij. Për këtë arsye pejgamberi Allahu Azza wa Jalla ka thënë: shejtani dëshiron që të vendos fukarallak dhe armiqësi në mesin tuaj. Për këtë arsye nuk duhet bim pre e
cytjeve dhe mashtrimeve të shejtanit, e njëra prej gabimeve më të mëdha është në çështje e shitblerjes, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rastisht edhe ka hartuar një dua lutje para se të hyjmë në treg dhe ka thonë që vendet më të këqija të Zotit janë tregjet për shkak të këtyre gjendjeve jo normale të cilat i bojnë njerëzit me njëri tjetrin, andaj e lutim Zotin fuqiplot që Allah na bë besnik ndaj njëri tjetrit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të mos ndërhyjmë në shitblerjen dhe të mos ndërhyjmë në gjërat dhe begatit që njerëzit i kanë mes njëri tjetrit në mënyrë që të shtohet armiqësia mes neve. E qulu qouli hadha wa sami'tu astaghfirullaha li wa lakum.